Javën e dashurisë, ka njerëz që bëjnë plane, ka njerëz që po mendojnë për dhurata, po duhet të dim se kush, për shembull, kush duhet të ketë kujdes dhe kush e ka blerë dhuratën kot dhe kush duhet ta blejë në momentin që mund të jetë beqar e hënso, po në fundjavë mund të përfundojë çift. Interesante, kush shumë e bukur. Imagjino. Bravo. Imagjino si mund të ishte. Bora mos nga cmo, më sot si u dorëzova. Qa them, do më të sot që kur ka njësër emisionin 7, unë më ka marrë një 20 bravo nga reja, se kësha ditën e provës, sot. Me lërë qetë, bora. Nuk e ditë, më thënë. Ne vazhdojmë emisionin. Ne sigurisht do vazhdojmë emisionin me gjithë seriozitetin e dorë, se njerëzit kanë kuriozitet shumë madh për të ditur kush do jetë çift, kush do të ketë kujdes, kush do të ketë kriza, kush është tek dhe do bëhet çift, kush është çift dhe do bëhet tek, tek apo çift. Denisa fola, është një javë pozitive. Kemi një javë pozitive, kemi disa kënde të vështira, pra kemi shumë të thjeshtë që ti, Ana shkallë, unë po shikoj këtej. Patjetër, jo, ti mund të shkosh edhe nga mua, që kështu jam përpjekur të jem seriozit në sot. Njerëzit duhet ta dinë që kur të zë të zë, tha. Kemi disa kalime planetare, të cilat janë vërtet shumë të rëndësishme. Po, kemi kalimin e Venusit, do të kaloj tek shenja e Peshqve, ky është një kalim vërtet shumë pozitiv, është nesër, do të jetë në orën 11:17, pra është herët në mëngjes. Si rrjedhoj, dita e sotme mund të jetë disi problematike, arsye që është problematike se çdo vendosje planetare te gradët e fundit të gjitha shenjave krijojnë kriza. Si rrjedhoj dhe në këto momente mund të kemi disa probleme, duke qenë se është Venusi, detyrimisht që do të jetë në lidhje me çështje sentimentale ose me të ardhurat materiale. Prandaj këto janë dy tema që duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Kush do të ketë më shumë parasysh këtë javë, pra që ta marrë pak më seriozisht, më me qetësi? Shenja që duhet ta marrim me më tepër seriozitet jetën është shenja e Bricjapit, duke qenë se deri ditën e shtunë të vërtet, sepse është herët në mëngjes, pra ditën e shtunë nuk është se do e ndjejmë, por do të kemi një Saturn që është drejtuesi i tyre, do të jetë i vendosur tek shenja e Peshqve tek grada e fundit. Për këtë arsye do të jetë të kujdesshëm. Problemi është këtu se ne kemi si Shqipëri diellin të vendosur te shenja e Bricjapit, si rrjedhoj të gjithë ne duhet jemi të kujdesshëm. Ndikimet më të rëndësishme që kemi në këto momente faktikisht i tha edhe Tanja që kemi shumë ekstreme në natyrë, qira të shumt, mund të kemi, vazhdojmë që të kemi përmbytje mirë të themi, dhe mbi të gjitha duke qenë Saturni, domethënë toka, korja e tokës, mund të kemi edhe lëvizje të saj, si lëvizje tektonike, po ashtu mund të kemi edhe rrëshqitje të dherave. I kemi pasur dhe kësaj periudhe, nuk janë shumë të rëndësishme, shumë të fuqishme pra tërmete, kjo është e rëndësishme. Do ketë tërmete pra? Kemi tërmete të vogla, siç e kishim para 2 ditësh për shembull, siç ka atje. Nuk është se kemi diçka të rëndësishme që ta marrim parasysh, po thjesht po them rrëshqitjet e tokës janë më të rëndësishme, prandaj sepse kemi pasur shira të shumë dhe këtë vazhdojmë që ti ndijmë. Si rrjedhoj të gjithë personat që jetojnë në zona që kanë riskje të tilla, do të këshilloja që ose në një farë mënyrë të përforconin shtëpinë e tyre ose në gjatë jave, sepse është java e fundit, të gjejnë një strehim i cili është më i sigurt. Okej. Ndalemi ndoshta tek shenjat paksa përditur se si do të jetë, por me fokusin tek kjo javë e dashurisë. Patjetër, tek fokusi është tek dashuria. Duam apo s'duam ne të vërtetë, sepse Venusi kur kalon tek shenja e Peshqve, i heq të gjitha limitimet që kanë të bëjnë me ndjenjat, po. Prandaj thashë dita e sotme është ditë e vetme që është pak krizë, domethënë, por për te kësaj do ta kemi të gjithë shumë më të thjeshtë. Ndikimi më fuqishme që ka shenja e Dashit gjatë gjithë kësaj jave është bota e tyre brendshme, bota juaj e brendshme. Në këto momente mund të jetë në atë trysni dhe mund të keni shpërtime emocionale ose në të raste vështirësi për të kontrolluar ambientin qytetar. Si rrjedhoj, mund të keni edhe probleme tek shëndeti fizik. Është deri ditën e shtunë. Fiks, deri në 14. Po, vërtet deri ditën e shtunë. Deri ditën e premte, nëse jeni më të vetëdijshëm, më të kontrolluar, e keni shumë të thjeshtë pastaj, ndërkohë që duke filluar nga dita e shtunë tuti, duke qenë tashmë Saturni duhet të kaluar tek shenja juaj, do të merrni një farë përgjegjësie. Domethënë kjo është diçka pozitive, sepse edhe Neptuni ju bën që të jeni një person më tepër imagjinat, ju bën që të jeni më tepër social, pak më tepër romantik, dhe mbi të gjitha kalimi i Venusit tek shenja e Peshqve në këto momente edhe tek ju sjell një romantizëm vërtet shumë të lartë, ndjenjat janë vërtet shumë të larta pra. Dhe si do kemi dhe aftësinë që me kalimin e Saturnit tek shenja juaj tashmë ato që nuk i dinim i kishim të sigurta se ku që të limitet tona ose nuk dim se si të veprojmë, nuk kishim pa qartësi, tashmë do të dim se si të veprojmë dhe është fiks për Shën Valentin, prandaj
Kësaj Shën Valentinin. Po tamam. Është një javë vërtet shumë pozitive, vërtet që është një javë shumë pozitive, sepse do të gjithë edhe Hana gjatë gjithë se javë do të ketë këndë pozitive me shenjën tuaj. Përsis përveç ditës së sotme, por pjesa tjetër vërtet që është. Okej. Mirë, vazhdojmë tek Demi. Po, vazhdojmë tek shenja e Demit. Për shenja e Demit, ndryshe nga tek shenja e Dashit, java është disi problematike. Kërkëndjes, duke qenë se Urani, i cili është i vendosur në këto momente të shenjave të tyre, ka disa kënde të vështira si me diellin, po ashtu dhe me Venusin ta ketë edhe sot. Dhe mbi të gjitha, edhe pse i largët vazhdon që të ketë një kënd negativ edhe me Mërkurin. Kjo është arsye që shenja e Demit që gjithë javës duhet të jetë i kujdesshëm, por kjo nuk do me thënë që nuk kemi anë pozitive, përkundrazi, kemi diçka vërtet shumë pozitive sepse Venusi nesër do të kalojë tek shenja e Peshqve dhe kjo për shenjën e Demit do me thënë një rritje, super rritje në energji, më të themi. Arrin që të përdorin gjithçka me efikasitetin më të lartë, pak më tepër që shoqëria i ndihmon. Nga ana e dashurisë Demi? Nga ana e dashurisë e lash pak për në fund faktikisht, po, sepse Venusi kur kalon tek shenja e Peshqve, të gjitha limitimet që ne kemi ndier si individ, tashmë i tej kalojmë dhe seriozisht futemi në një fazë ku jemi shumë më tepër produktiv në këtë temë. Prandaj edhe lidhjet aktuale fillojnë të zbukurohen, kemi krijimin e lidhjeve të reja, futemi në një fazë ku duam vërtet që të krijojmë diçka të re dhe pak më tepër që komunikimi që sa javë të fakt do të na mbështes vërtet shumë. Prandaj edhe dita e shtunë do të jetë shumë pozitive për këtë arsye. Super. Jemi tek binjakët. Shenja e binjakëve është në të vërtetë ajo çfarë po ndihet tek ta është më tepër eklipsi i diellit, jemi drejt tij, duke qenë se eklipsi ndihet shumë më përpara, kemi filluar të ndjejmë që tani, sidomos tek shenja e binjakëve. Për ta të gjitha limitimet që i kanë shkaktuar vetes së tyre tashmë i heqin. Kjo ka shumë rëndësi, gradualisht, detyrimisht sepse marrin shumë informacione nga bota dhe edhe nga universi dhe kjo mund të lodhisi, por kemi aftësinë që këto t'i përkthejmë në materie, që është edhe ana më pozitive. Përkthimi në materie nuk është vetëm për sa i përket materializimit të ardhurave materiale, do të thotë edhe materializimit të një rrethi shoqëror i cili është shumë i përshtatshëm për ta, prej të cilit mund të dalin edhe lidhje të reja. Pak nga shoqëria, ta shkoqisim pak, ta bëjmë pak. Nga shoqëria mund të kemi prezantime ose nga shoqëria mund të përkthehet edhe në lidhje sentimentale. Shoqëria mund të kalojë në dashuri, po thuaj. Tek shenja e binjakëve, kujdes binjakët, se ndoshta mund të bëjnë ndonjë hap shumë. Të gjitha limitimet që kishim tek shenja e binjakëve në lidhje me çështje sentimentale i kaluam këtë të shtunë. I kuptuam shumë mirë. Pra dhe tashmë kemi mundësinë që ta shikojmë botën komplet me një sy të ri. Kjo është edhe arsye që jemi pak më të shëruar nga ana shpirtërore dhe jemi më paqësor edhe me personat që na vijnë përballë, si rrjedhoj kemi dhe aftësi vërtet shumë të madhe që të krijojmë edhe lidhje sentimentale dhe të mirëmbajmë ato që kemi, që kanë të rëndësishme. Shumë interesante. Fundjava vërtet është shumë pozitive për shenjën e binjakëve. Është vërtet një nga shenjë më fat në këtë. Më të favorizuar. Okej, jemi tek Gaforia. Shenja e Gafores është e disbalancuar për fat të keq. Kemi një disbalancë vërtet shumë të madhe sepse energjia në ambient është shumë duke u rritur, në kohë që duhet ishte duke ulur sepse jemi drejt një hënë të re. Por për shenjën e Gafores, duke qenë se po flasim sot, ai kërkon. I ke ujin aty kur të duash. Duke qenë se po flasim në lidhje me çështje sentimentale dhe në lidhje me Shën Valentinin, është një shenjë e cila ka aftësi më të madhe për të krijuar lidhje të cilat i rezistojnë kohës. Pra nuk është se janë lidhje thjesht kalimtare, thjesht sa për të kaluar Shën Valentinin, vërtet janë lidhje të cilat i rezistojnë kohës, janë me bazë, janë me themele, janë shumë serioze. Janë vërtet shumë të forta dhe kanë fat vërtet shumë të madh në këtë pikë, sepse rifitojnë besimin që kanë tek dashuria gjatë gjithë kësaj jave. Edhe pse mund të jetë nëpërmjet sfidave ose disa momenteve të cilat ata i bëjnë që të ndjehen po e them në këtë mënyrë që nuk ndihen mirë në një moment të caktuar, kjo nuk do të thënë që nuk kanë mundësi që ta bëjmë këtë si gjë, përkundrës do të jenë pikërisht ato që do ta stimulojnë më tepër, që ta kuptojnë që okay, në individ ndoshta të shkruan nga gjë të tillë, po tashmë ka mundësi që të krijojë diçka vërtet shumë të shëndetshme dhe që është i përshtatshëm për mua. O sa bukur, është tepër që the për mua disa herë që kështu ki kujdes. Po, të luaj, pa jam Gafore. Pra, ka njerëz të vëmendshëm tani. Luani, si do t'jetë për Luanin kjo javë? Shenja e Luanit është, jemi ende vazhdojmë që të kemi shumë vendosje tek shenja e Ujorit, pra në për temën që po flasim sot, ka ende fat, duke qenë se energjia kryesore është tek partneritetet, si rrjedhoi dhe fokusimi kryesor është aty. Duke qenë se mendojnë që gjithçka rrotullohet rreth tyre, janë ata që do të presin dhurata? Luani? Po, detyrimisht.
Do të presi, jo do të bëjë. Do të presin, po edhe bëjnë. Shenja e luanit është vërtet shumë bujare, si shenjë. Prandaj edhe do të presin, po edhe do të bëjnë. Do të presin fiksa të çfarë ata dëshirojnë. Se i kanë shumë specifike, shenja e luanit, do të jenë vërtet shumë madhështore. Do të ketë shprehje dashurie, ndoshta dashuritë e mëdha për luanin? Për shenjën e luanit, po. Për shenjën e luanit kishim një mbarim të një periudhe e cila është shumë e vështirë. Mbarimi nuk mund të them karmik, por periudha e cila mund të kenë pak të lodhur. Dhe si rrjedhoj, tani jemi futur në fazën ku duan apo s'duan ta janë më romantik. Okej. Sidomos dhe dita e shtuni përkon dhe me kalimin e Saturnit tek shenja e dashit, dhe kjo edhe romantizmi vjen te me jo vetëm automatikisht, por vjen me një farë serioziteti. Pra e marrin shumë seriozisht që ti je romantik. Okej, interesante. Romantik me seriozitet. E bukur. Virgjëresh. Shenja e virgjëreshës kemi një ndikim shumë pozitiv. Përsa i përket çështjeve sentimentale, do të ndaloj vërtet këtu. Për shenjën e virgjëreshës jemi futur në një fazë ku vërtet mund të gjejnë personin e jetës së tyre. Do mund të them që janë persona të cilët në momentin e parë që shikojnë do t'ju ndoshta ju rreh zemra, por gjithsej javë kemi mundësi të tilla. Duke qenë se edhe nëpërmjet disa situatave të cilat i bëjnë pak të ndjen siklet, e themi, do të kuptojnë që një lësh tek shenja gaforës pak a shumë, do të kuptojnë që ky person më tërheq. Prandaj dhe kemi dhe mundësinë që gjithsej do ta shprehin? Do ta shprehin, do ju shprehet. Është një Po pra, ky që ka, do të thënë, të paktën virgjëresha do bëhet çift. Shën Valentin, do ngilet e vetme. Kemi edhe dy shenjë të tjera që do të bëjmë më vonë. Edhe nëse janë vetëm, po. Një zbuluam, pra është virgjëresha. Ishte edhe shenja e gaforës, kemi edhe virgjëreshën, po. Okej, dhe tjetër ta zbulojmë se që ka këtej. Të zbulojmë. Bravo, jemi atë në rrugë. Pra, duket një fundjavë e bukur të paktën. Është fundjavë shumë e bukur. Vërtet që është fundjavë shumë e bukur për gjithë dhe jam shumë e lumtur që jemi fiks me Shën Valentinin dhe kalimi i Saturnit, sepse te grada e fundit e peshëve kanë shumë probleme. Okej. Dhe shenja e peshores, po kaloj këtu, shenja e peshores ndikimet i ka shumë pozitive në këto momente. Për shenjën e peshores, krimet të reja janë më se të domosdoshme në këto momente, sepse e njeh veten e saj më mirë. Dhe kur e njeh veten tënde më mirë, ditë se çfarë të zgjedhësh, si rredoj në këto momente për shenjën e peshores jemi në një frym vërtet shumë të madh optimiste. Çdo gjë që e bëjnë me idenë që po krijoj të ardhmen time. Si rredoj dhe personat që po hyjnë në jetën e tyre në këto momente mund të shikojmë atë pikpamje. Por për shenjën e peshores kemi një kushtëzim të tillë që ditën e mërkurë të njëjtë dhe të premte duhet jemi vërtet shumë të kujdesshëm sepse mund të marrin jetën e tyre persona thjesht sepse janë aty, janë përballë të tyre, që është e gabuar. Pra, dhe ndoshta mos e njerëz të tyre zemër, pra duhet të jemi vërtet shikojmë edhe një herë, pra. Do të ke përballë njeriu që mendon që është i zemrës, thua që ky s'ka ka njeriu i him i zemrës. Jo, nuk po them që ti jemi thjesht të vëmendshëm nëse është apo s'është ajo. Pra për ta verifikuar. Po, për ta verifikuar sepse jo mund të na rahë zemra dhe pak si kot këtë javë. Vetëm ndoshta për arsye Shën Valentini. Po, Shën Valentini kemi dhe disa vendose që shenjën e peshores mund ta shpihen që të manipulojë pak veten se thjesht për të qenë në lidhje. Pra, bëni një tronditje psikologjike. Merrni mendime të tjerëve. Po, në këtë rast, Në këtë rast, po, është më Okej, tani jemi te? Jemi tek akrepi. Shenja e akrepit është shenja tjetër që ka shumë fat në dashuri. Ka vërtet fat. Do të jetë përsa ko Venusi tjetë tek shenja e peshëve, do të jetë me vërtet shumë fat dhe pak më tepër që gjatë gjithë këtij udhëtimi do të ketë edhe këmbë pozitiv me Jupiterin, si rredoj dhe sistemi i ndihmon që personat që dalin përpara të jenë persona të saktë, të denjë për ta, po e themi në këtë mënyrë, dhe një lloj si dhe tek shenja e gaforës, ata do të rifitojnë të besimin që kemi tek dashuria, pak më tepër që në këtë moment jemi në një kreativitet vërtet shumë të lartë, kemi edhe krijimin e të ardhurave materiale, si rredoj kemi edhe mundësi që të blejmë dhurata, që është gjë e mirë. Fantastike. Pra, do bë kërka me njëra kredi. Kërdina kredi. Pastaj do bëj dhurata. Ku ka më mirë, për mund të harxoj parë në kredi. Harxoj parë. Okej, tani jemi te shigjetarit. Po, shenja e shigjetarit, por shenja e shigjetarit gjatë kësaj jave. Do një shigjet shigjetarit, shigjet dashurie. Shenja e shigjetarit, shigjeta e shigjetarit ka filluar, është rrugës, po duke qenë se planeti. Vetëm një shigjet do gjuaja apo shumë? Ka me shumicë. Ka pak me shumicë, po. Ka pak me shumicë. Okej. Ala me shigjetari. Po. Ala me shinjestre. Problemi është këtu se këto shigjete janë shumë të ngadalta dhe derisa të arrin në objektiv. Mund të ketë humbur komplet si destinacion. Mund të përfundoj që të jetë vetëm shenjë shigjetarit? Shenja shigjetarit po e ka këtë mundësi. Duke qenë se edhe javën e ka pak të lodhshme, arsye që ka të lodhshme janë problemet që ka brenda banesës. Vërtet që mund të ketë probleme në banesë. Prandaj në këtë pikë do të këshilloj që të jemi të kujdesshëm. Ndërkohë që dita e
Shtunë që është dhe Shën Valentini, nuk mund të them që është negative, përkundër se shumë pozitive, sepse gjithë këtë trusnia që kanë ndjerë që gjithë javës do të ngrihet, por do të jetë i lodhur tashmë. Kjo është arsye që thashë, është nga shenjë që është pak e ngatruar në këtë pikë. Planifikoheni javën në bazë të kësaj, që edhe nëse dalin probleme brenda shtëpisë, ti anashkalon, sepse nuk janë të rëndësishme për të, thjesht diçka materiale, në mënyrë që në fundjavë të kaloni më bukur, sepse është një mundësi e tillë. Okej, është tepër që është mundësia. Bricjapi. Shenja e bricjapit, një lloj siç tek shenja e gafores, në këtë moment është futur në një fazë shumë serioze në lidhje me lidhjet sentimentale ose më thënë në lidhje me martesat. Okej. Do të martohet bricjapi? Me shumë mundësi, po. Kemi dasën, thamë dhe që në fillim të emisionit. Po, kemi, vërtet kemi. Sigurisht po, tha Denisa dhe më pa mua. Po, tani sot po i them gjëra pa pas e kujton. Po, Rej foli për dasëm që do një dasëm modeste, nuk do shumë në të emisionit, është më tepër që bricjapi ka sinjalet të tilla për ka vërtet, sepse edhe drejtuesi juaj do të kaloj tek shenja e dashit, që është zjarr, domethënë detyrimisht do marrë një lloj zjarri. Kufizimet që keni deri në këtë moment nuk do të ndjeni më. Kjo është java e fundit që mund të keni probleme. Është goxha problematike, sidomos në lidhje me shëndetin. Kjo do të këshilloj që të jemi të kujdesshëm. Nuk është se kemi një sëmundje specifike, është thjesht mund të kemi një lodhje nga gjithë sëmundjet që kemi kaluar deri në këtë moment, ose të përgjithshme, dhe si rreth mund të ndjejmë dhimbje në pjesë të ndryshme të trupit, por për sa i përket lidhjeve është një ndër shenjat më me fat. Për të mos thënë më me fat, po një ndër. Duke qenë se jemi fokusuar tek lidhje serioze, tek shenja bricjapi. Në këtë moment vërtet që personat që në jetën tonë janë persona serioz, të cilët do t'i kemi aty. Rrezik do të kenë ndonjë ditë dhe darkë romantike shumë, sa duket. Jo, vërtet super, domethënë është një periudhë shumë pozitive për ta. Fantastike. Çfarë bie ditë shtonë? Interesante. Bukur. Kalojmë tek ujori. Po, ditë shtonë, 14 shkurtisht të shtonë. Kemi shenjën e ujorit. Shenja e ujorit kjo është një javë me fat. Është vërtet me fat. Për çështje sentimentale do i vi pak më vonë, por është një javë me fat në çdo aspekt të jetës, sepse kemi mbarimin e periudhës ku nga bërë harxime pa limit që nuk e dinë se ku i çonin. Dhe si rrjedhoj kemi një rritje të vlerave, si materiale, po ashtu edhe një vetvlerësim shumë më të lartë, si rrjedhoj edhe në çdo ambient që futet fal një farë optimizmi ose gazi, hareje, dhe si rrjedhoj të gjitha lidhjet, gjithë kësaj jave janë të ndikuar shumë pozitivisht. Është ndryshe nga gjitha shenjat e tjera që do i duket bota errët, atyre do të duket bota me ngjyra këtë javë. Si rrjedhoj këtu do ndikojnë në çdo aspekt të jetës dhe detyrimisht çështje sentimentale ndikohen. Pak më tepër që kemi aftësi vërtet shumë të madhe ditën e shtunë që të shprehemi, edhe në mënyrë shumë më tepër romantike, pak më tepër artistike, mund ta them madje, dhe mbi të gjitha të përzietim dhe fjalë që nevojët e fiks për të qelluar. Sa bukur. Domethënë, nëse duam të themi dikujt ujori, diçka, fjalët e duhura. Fjalët e duhura mund t'i godasim fiks shumë. Fantastike. Sa bukur. Keni mend. Keni një javë parë, prandaj po e bëjmë të bisedë që ditë e hënë që të kenë mundësi ti mendojnë të gjitha deri të premte në darkë. Planifikoni për mendimin tim, sepse dita e shtunë është vërtet shumë pozitive për shenjën e ujorit. Okej, super. Ecim peshqit. Shenja e peshqeve është shenja më me fat për lidhjet të reja. Pra, nëse nuk keni në një lidhje, kjo javë mund të le vërtet me lidhje. Do ta gjejnë rrugës, do ta gjejnë rrugës ose e kanë të gjetur, por nuk e kanë perceptuar ende, ose janë në ato faza, domethënë. Është shenja vërtet më me fat përsa përket çështjeve sentimentale. Gjithë javës në vazhdim dhe jo vetëm kaq, por kemi edhe një periudhë edhe pas Shën Valentinit, që është një periudhë shumë romantike për ta, sepse do të kuptojnë se kush është personi i tyre i jetës dhe kjo javë është fiks ajo që do të arrin të perceptojnë. Sidomos për Shën Valentin duke qenë se dhe Saturn do të jetë larguar prej tyre dhe të gjitha limitimet që kishim në perceptim do të ikin nga shenja e tyre, si rrjedhoj kanë shumë më të thjeshtë të kuptojnë. Edhe nëse për shembull një individ e kam parë me sy si mik, po të them, si mike, gjatë kësaj jave do të kuptojnë, pra, është vërtet ashtu. Më re apo s'më re zemra e të tjerë, dhe si rrjedhoj, po do të shprehin dashurinë sepse shenja peshqve nuk është nuk e mban shumë. Peshk gocë apo peshk çun? Të dy. Të dy, jo, janë vërtet të dy. Pra, shikon, duhet ta bëja këtë pyetje për ta ditur. Sa bukur. Pra, fantastike duket si javë.
kryesisht, domethënë të paktën më rezultuan 5-6 shenja nga gjithë horoskopi që të jenë favorite. Me qënë se pyetet në lidhje me vajz apo djalë, po e them në këtë mënyrë, ata që janë tek shenja gafores, më tepër është prioriteti tek vajzat që të gjejnë lidhje, kurse për shenjën briçapit vërtet që janë më tepër djemtë ata që mund të gjejnë. Ata që do të bëjnë hapat, le të themi. Jo që mund të gjejnë lidhje, që kanë më tepër prioritet për të gjetur lidhje serioze. Atëre, vajz gafore dhe djalë briçap. Bukur. Për akrepin dhe për shenjën e peshëve, të dyja janë të Të vlefshme. dyja palët. Po shenjat më pasionante të javës, kush janë? O, shenjat më pasionante të javës, kemi... Luani, Dashi... Luani është zakonisht, nuk mund të them që është fiks për këtë javë, do të thënë prioritetin që se javë ka shenja akrepit. Akrepit. Është vetë shenja zjarrt, plus edhe kemi dhe vendosin të vendosur tek shtëpia e pasionit, që detyr. Okej. Dua të tregoj me keqe, po do të ketë ndarje këtë javë? Mos u ndani. Në prisni javën tjetër. Leç, deshe. Po pra. Merrni dhe mund të ketë tendenca të tilla, domethënë. Detyrimisht ka, gjatë javës ka, në fundjavë jo. Gjatë javës ka, sepse kemi një manipulim vërtet shumë të madh. Rikthime do të ketë? Rikthime në këto momente mund të kemi ato dalje në sipërfaqe, po jo rikthimin vet, por do të kemi rikthime gjatë retrogradës së Mërkurit, është duke të fillojmë datë 26. Do të fillojmë që ta ndjejmë nga e hëna e tutje, pra e hëna tjetër. Kurse në këto momente nuk mund të them që ka rikthime. Okej. Kush do të shpenzojë më shumë? Kush do të shpenzojë më shumë, edhe pse jemi në fazën që është në mbyllje ujore, do të shpenzojmë më shumë. Ujore. Do i mbritet gjitha forcat e ato të fundit që në kursimet e dërpusit. Perfekte. Po të rikthehet ishi për shembull edhe të vi me një dhuratë. Çfarë duhet të bëjnë njerëzit? Duhet ta pranojnë dhuratën? Merr dhuratën në shtëpi. Pra mos të merren me ishin fare. Se dita ashtu është ditë e gjatë. Denisa thotë rikthime. Më faleminderit për dhuratën, po më kam detyruar që të bëj çdo domethënë. Po, qartë. Detyrova ta blije. Qartë. Unë s'timponova, s'detyrova, fundjafaret. Si është shpreha, dhuratat i pranonte mbreti. Jam shumë dakord. Hajde. Gjithë jemi dakord, po. Jam më mirë se mbretit atë. Fundja, e shet. E kaluam me sukses këtë. Po edhe këtë ditë. Faleminderit Denisa. Ja të mbarë. Ishte ditë e bukur, faleminderit si gjithmonë. Themi pas pak, qëndroni me ne. Se Gafreda do t'i jap tani. Po, patjetër. Do të vinë vetë. Një e madhe, një filxhan i madh.